Ditë e re, parfum i ri. Kam në dorë Olfa Zeta, një brand italian i cili ka rreth 130 aroma të ndryshme disponibël. E kam parë prej disa kohësh në rrjetet sociale, sidomos në Instagram, dhe thash, ok, kjo është një shenjë nga universi që unë duhet ta përdor dhe ta provoj këtë parfumin. Me të vërtet nuk kam gabuar, Olfa Zeta. Unë kam një aromë që ja kam lënë në dorë atyre ta zgjedhin dhe kanë goditur me aromën që më kanë sjell. Unë pothuajse e kam çuar në gjysmë edhe pse kam rreth 4-5 ditë që e kam marrë, por nuk kam pasur mundësi që t'ju tregoj më përpara. Ose më saktë kam dashur ta provoj dhe pastaj t'ju tregoj, edhe me të vërtet nuk më ka zhgënjyer. Jam gati të porosis të dytin sepse ky edhe pak po më mbaron. Gjatë gjithë ditës jam duke e sforcuar. Ka një aromë të jashtëzakonshme lulesh, vanilje. Nuk e di, mund ta bëni dhuratë, është shumë i bukur estetikisht, nuk ka fjalë domethënë, ndërsa për aromën është e jashtëzakonshme. Ka pafundësi aromra, kështu që mund të zgjidhni aromën tuaj të preferuar. Edhe Olfa Zeta ju vjen në shtëpi. Çmimin e ka të jashtëzakonshëm, shumë çmim ekonomik. Edhe këtë mrekullim për atë lloj çmimi që ka, mendoj që është shumë gjynaf ta lini pa e provuar. Olfa Zeta nuk më ka zhgënjyer. Në fakt që kur e kam parë në Instagram, nuk e di, më tërhoqi shumë me dizajnin unik që ka, është shumë i bukur. Edhe mua duhet më tërheqin nga jashtë një herë, pastaj nga brenda, edhe ky nga jashtë të merr në qafë, aromën e ka të jashtëzakonshme. E them të jashtëzakonshme sepse e kam përdorur disa ditë dhe është me të vërtet shumë i mirë. Olfa Zeta, do ta lë edhe emrin e faqes Aroma di Fantazia, që ta kërkoni në Instagram edhe të flisni për më tepër për detajet. Tung.